Pas bllokimit nga opozita të akteve për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesshme në 5 bashki, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përgatitur draftin me afatet e reja për procesin zgjedhor. Dokumenti përcakton datat për regjistrimin e partive dhe kandidatëve që do të garojnë në Vlorë, Berat, Mat, Cëllik dhe Tepelen. Sipas draftit, partitë politike duhet të dorëzojnë kërkesat për regjistrim si subjekte zgjedhore jo më vonë se data 14 tetor, ndërsa kandidatët e pavarur kanë afat deri më datën 22 tetor për dorëzimin e dokumentacionit të plotë së bashku me firmat. Po ashtu, 19 tetor është afati i fundit për krijimin e koalicioneve parazgjedhore dhe vetmja datë që mbetet e pandryshuar është 1 nëntori, dita kur nis zyrtarisht fushata elektorale, e cila do të zgjasë vetëm 1 javë. Afatet pritet të miraton nga kolegji zgjedhor, por seanca e planifikuar për këtë të hënë u shty pasi njëra prej gjyqtarëve të çështjes nuk ishte e pranishme. Kolegji do të shqyrtojë kërkesën e Partisë Socialiste për zhbllokimin e procesit zgjedhor pas refuzimit të anëtarëve të opozitës në Komisionin Rregullator për miratimin e akteve. Ndërkohë, në mesditën e së hënës, komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi regjistroi 3 partitë e para që dorëzuan kërkesat për pjesëmarrje: Partinë Socialiste, Lëvizjen Shqipëria B dhe Lëvizjen për Zhvillim Kombëtar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi gjithashtu modelin e fletës së votimit që do të përdoret në zgjedhjet e nëntorit. Celibashi sqaroi se nuk ka asnjë ndalim për nisjen e procesit të regjistrimit të subjekteve, ndërsa kufizimi lidhet vetëm me afatet zyrtare të pranimit të kërkesave.